Policia është rikthyer në zonën e Rjollit për të komunikuar banorëve rinisjen e punimeve për resortin e Bashkimulaj, një projekt që prej kohësh ka ndezur përplasje të forta me komunitetin lokal, por në vend të mirëkuptimit, autoritetet janë përballur sërish me rezistencë. Banorit e Rjollit nuk e kanë pritur as pak mirë lajmin, duke e konsideruar këtë ndërhyrje si një tjetër tentativë për t'u marrë tokën që e kanë trashëguar ndër breza. Në qendër të kësaj përballje, qëndron një figurë që po kthehet në simbol, Luciana Kokaj. Sapo ka parë inspektorët dhe forcat e rendit, ajo është ulur këmbë kryq në tokën e saj. Një gest i thjeshtë, por me një mesazh të fortë. Kur inspektorët e zonës janë afruar për t'i komunikuar vendimin, Luciana ka refuzuar të ngrihet. Me qetësi, por me vendosmëri, ajo u ka bërë të qartë se ndodhet në pronën e saj dhe se askush nuk ka të drejtë ta largojë. Fjalët e saj kanë qenë të drejtë për drejta. Ajo nuk do të çohet dhe nëse punimet do të vazhdojnë, fadromat duhet kalojnë si fillim mbi të. Në këtë realitet të ashpër, figura si Luciana Kokaj po shndrohen në zëra të fortë rezistence, njerëz të zakonshëm që përballë presionit zgjedhin të mos lëvizin.